Si që shikoni edhe mbrapa kave ton, po punohet intensivisht, edhe mbrëm kemi me deri në orët e vona të natës, sot puna ka filluar që në orën 6 të mëngjesit, dhe po mundohemi për me dha një zgjidhje teknike të qëndrueshme, por e cila do testohet. Të vështirë bën pozicioni shumë i vështirë të tubacionit, dimensioni i tubit i cili është i veçantë dhe është një mish dhe është i vetmi në Shqipëri këtë tip dimensionit dhe është në qytetin e Vlorës, është implementuar në qytetin e Vlorës. Gjithsesi ne po punojmë, bashkërisht kena dhe kryetarin e bashkisë edhe drejtorin e USIAS-it, po edhe ekipit, të cilat janë bashkangjit kësaj pune të madhe që po bëhet, dhe besoj që ne deri në darkë do kemi një zgjidhje të qëndrueshme, por e cila do testohet edhe me ardhen e ujit në të gjithë qytetin e Vlorës, si dhe funksionimin e furnizimit me ujë të gjithë qytetit. Pra ajo që po përpiqet të thojmë drejtori, duke qenë se zgjidhja është specifike edhe në kushte të vështira teknike, do të jetë provizore. Ne do të ndryhim përsëri këtu për një zgjidhje më të qëndrueshme, pra po kërkohet të testohet një zgjidhje provizore në mënyrë që ditët e vitit të ri dhe festat mos pengohet furnizimi me ujë. Duhet mirëkuptimi i gjithë qytetarëve, ne e dimë dhe sytë edhe veshët e gjithë qytetarëve janë drejt pyetjes kur do të vijë uji, sepse e kuptojmë vështirësinë, por ndërmarrja ka marrë masa të gjitha institucionet shtetërore që kanë vështirësi, do të furnizohen me bote, edhe po ashtu jemi të ndjeshëm dhe për çdo lloj situate tjetër në gjithë familjet që kanë situata specifike. Kërkohet mirëkuptim, edhe duhet kuptoni që të gjithë jemi të shqetësuar, këtu është pak të thuhet orët e vona të natës, po është punuar edhe për bazën materiale, duke qenë se ashtu siç drejtori tha, këto janë materiale të cilat i përkasin vitet 2009, edhe për këtë jemi në vështirësi. Besoj që zgjidhja do të jetë deri orët e vona të mbrëmjes. Ndajmë të njëjtin shqetësim, ne rëndësishme është realizojmë rikthimin e furnizimit me ujë për qytetarët. Jemi në prag festash, ky është sfida jonë dhe shqetësimi jonë për situatën ku jemi. Orë pas orë do të kemi një përditësim të situatës dhe kur do fillojnë pastaj furnizimi me ujë i qytetit të Vlorës. Shpresojmë deri orët e vona të mbrëmjes të stabilizohet situata.